juridike dhe jo vetëm, që kjo strukturë mbasaj mbras, PKH-ja dhe SPAK-u, nuk kthehen në një xhelat të pamëshirshëm edhe të pakontrollueshëm. Debati që ngrihet është mirë neve na kontrollon ka SPAK-u, po SPAK-un kush e kontrollon? Kush e heton? Dhe nëse neve pastaj do shkojmë pastaj për t'i dhënë akoma më tepër le të themi jo garanci, po mundësi që ky SPAK-u dhe kjo BKH-ja të ketë mundësi të bëj edhe arrestime direkte, teorikisht do ishte shumë e mirë për të anashkaluar burokracinë, por nga ana tjetër do duhet që të kishim një besim të verbër ndaj këtyre institucioneve. E shkuara afërt ka treguar që nuk mund të jenë të tillë, nuk mund t'i japësh kaq shumë, le të themi, mundësi ose armë ligjore këtyre institucioneve, të cilat pastaj për shkak të miopisë, të kulturës së pakët, apo dhe të profesionalizmi jo domosdoshmërisht me atë madhe, mund të kthehen në bumerang. Por ke në mendje sigurimin e shtetit tani? Ke në mendje sigurimin e shtetit kur thua këtë? Ti e the shumë kështu diplomatike, fiks kështu mund të jetë, po u desha ta bëj analogjinë e tillë të tipit, domethënë që po të kujtosh Parlamentin e Kosovës 2015 ku votoi për gjykatën speciale, votoi pra gjykatën speciale që sot i çoi liderët e saj në burg. Apo për këtë klasë, për këtë parlament që në 2016 votoi këtë sistem të drejtësisë ose këtë SPAK, i cili ky SPAK-u sot teorikisht mund t'i çojë në përpara dyerve të burgut. Pra, po të them edhe një herë, ajo që duhet të them. Unë parimisht do isha dakord. Problemi është, domethënë, që besueshmëria ime personale, profesionale nuk është në masën e duhur, saqë këtyre institucioneve t'u jap këtë lloj benefiti, sepse besoj fort, domethënë, që mund të keqpërdoret dhe në momentin kur keqpërdoret, është një problem shumë i madh. Aksioma e shkruar në gur në jurisprudencën botërore është më mirë 10 kriminal jashtë se sa një pafajshëm brenda. Po çfarë diferencë do kishte kur marrin rastin konkret që Byrua Kombëtare e Hetimit, më saktë lëshohet një urdhër arresti, i shkon në dorë policisë, edhe e njëjta i shkon në dorë BKH-s. Pra po flasim për arrestime. Pra nuk është i njëjti koncept. Ne duam të arrestojmë Andi Borën. Në ana konceptuale është një lloj, ta thashë në ana konceptuale. Në ana konceptuale është një lloj. Fshihet kjo burokracia e një shkrese që shkon nga gjykata në polici e pastaj bëhet të urdhri. Mund të shkojë nga gjykata tjetër te BKH dhe vazhdon historia. Problemi që ndrodh një herë tjetër. Unë nuk dua të vesh me armë një institucion i cili xha i ka shumë dhe mund të bëhet totalisht i pakontrollueshëm. Dhe qartë. Tani ju mund thoni o avokat po amencon. Dakor, më unë po amencoj, por nesër kur do tragasin te tëra në mënyrë të frikshme, të babzitur, apo edhe në mënyrë jashtëzakonisht të kundërligjshme, do thoni o valla çka kem po vetes. E qartë. Faleminderit. Si shikon Sagrani këtë historinë? Nuk domethënë, nuk do të bie në përsëritje të ato që tha. Jo, kuptoj. Policia ka rënë në një gjendje pavarësisht tentativa për ta ringritur. Nuk do të bie në përsëritje se elaboroi shumë mirë edhe avokati, por problemi është ky. Unë kam e kam thënë edhe këtu tek ju dhe kudo në studio. Unë vazhdoj të këmbgul kupola e policisë së shtetit të kësaj republike është e inkriminuar. Ka pas reformime së me ardhin e... Ky është e inkriminuar, thash. Ky ka ardhur drejtori i përgjithshëm, ky djali i ri që po përpiqet, po mos harro që një njeri nuk e bën dot këtë punë vetëm, po nuk pati frym. Në gjithë botën Andi, agjensit, qoftë FBI, qoftë të gjithë agjensit, janë agjensi që varen nga qeveria. Pra i ke vënë re, ndryshohet presidenti, ndryshon krerët e këtyre. Sepse qeverit kur vinë me një moto që do luftojnë korrupsionin, krimin, pra që do realizojnë politikat e tyre të qetësisë publike e kështu me radhë. Pra kështu bëhet, sot politika kjo është. Çfarë ndodh? Në Shqipëri BKH-ja varet nga prokuroria. Pra që është një afar FBI shqiptar. E qartë. Që do të thotë që bravo sot të tha qartë dhe bukur, kush do ta kuptoj. Ne nuk kemi besim te policia e shtetit, sepse policia e shtetit dekonspiron. Drejtorët e policisë së shtetit
Dhe jo pak herë kanë dekonspiruar, jo pak herë janë arrestuar dhe i ke në Burgos e kanë dalë. Sot që ne po flasim bashkë. Dhe nëse ti nuk mjafton kjo që them unë, mjafton që ti të shikosh se si jetojnë nëpër vila e me resorte, ku banojnë, ku bëj pushime, me makina, me biznese që kanë, drejtuesit kupolje e policisë së shtetit, të kuptosh pasaj janë apo nuk janë të korruptuar ata. Policat gjithë botën janë të varfër, Andi, sepse bëjnë atë punë për patriotizëm, nuk e bëjnë për të bërë para. Në Shqipëri policin e bën ai kupolën, jo policin e thjeshtë, ai policin është e bukë gojës. Ata që shkojnë atje, shkojnë për të bërë para. Dhe si bën parat? Duke lidhur me mafjen, duke dhënë informacione, duke marrë këtu, duke çuar aty, dhe çfarë bëjnë? Marrin benefice. Drejtorët e policive sa shkojnë në qark e pret mafja, japin shtëpi, japin makinë, japin atë, japin këtë, edhe sepse presin grupet kriminale gati. Dakor ç'a them? I shikoj këtë gjithë i marr. Gjithë ti keni i marr, atje ka një kodër, atje është kodra e ke me vila. I kanë të ish drejtuesit në ndër vite të policisë i marrës, e policisë Vlorës. I keni i marr. Pa probleme fare, ku ti kontrolloj? Ç'a problemi ka? Ja ka fal tokën njëri, ja ka ashu ai, ja ka shitur nipi Dajos kushurit ajo kjo, ka ndërtuar vilën atje, edhe kaq marroi me pushime. Kështu që ky është thelbi i kësaj që un po them. Problemi është që BKH-ja nuk mundet ta bëj dot këtë punë, sepse nëse bëjnë agjentët e policisë e bëjnë sepse janë në terren, BKH-ja duhet të lësh zyra të shkojnë në terren, të maskohet, të infiltrohet, të bëjë që të kapi njerëzit. Se ti ke sot, mos i zë me emra personazhet. I ke të gjithë, i ke nëpër Tiranë, i ke mbron policia, i takon policia, pusën 4 herë me shefin e policisë, i thotë ai vëlla, kiçi kujdes tot ditë, se do vinë ata BKH-ja se si shurm, opa ai vazhdon fshihet i kënaq qytet tjetër edhe kështu me radhë. Kështu funksionon Andi, nuk është se ne po bëjmë zbulojmë ujin e ngrohtë tani këtu, e po themi gjë që nuk është. Policia jonë e shtetit, unë këtë djalin e njoh, këtë që është, po ky mbase do të bëj gjëra, por problemi qëndron që këtë nuk e lën të bëj. Mbase ky ka dëshirën e mirë, djali i ri do të bëj karrierë, do të mbetë histori, jepet një mundësi për të mbetur atë, por kaq mbaron aty. Por mos harrojmë që ai e ka magazinën të krimur. Magazina është e krimur brenda. Dhe kur është e krimur magazina, ti çfarë do që të bësh nuk e rregullon dot më atë punë. Sepse i kemi parë policët. Ti ke policë vizë me makina shtrënda, ma. Policë kriminal që lëvizë makina shtrënda. Shefa policie makina shtrënda. Po ku i gjete, ma? Lekët. E përdorin për kamuflim ata avokat. Po dakord, po ku i gjembra? Ku i gjete ti? Shiko fëmijët e tyre makina shtrënda, shiko ku jetojnë për vila. Po kjo është që këtu ka marrë fund. Tani, unë e kuptoj që Braua nuk e zgjidh dot të puni vetëm, sepse prokurori po nuk punoi policia, nuk ka çfarë të bëjë të arrestojë Sandin as kujtimin. Se prokurori shumë nxjerr atë urdhrin e arrestit kaq, masi ka vendosur gjykata apo çka ka bërë procedurat, edhe do thot policisë arrestoma ku ta gjesh. Por çfarë se arreston? Si do ta sa arrestosh atë X-in? Edhe ne kërkojmë prokurorisë. Çfarë do bëj prokurori nga zyra? Si ta arrestoj? Pa ma shpjegoni pak. Kur polici inkriminuar vetë atje te guva e tij, ha pi me të dhe i thotë rri urtë do të them kur dalësh. Si ta zgjidhesh këtë? Ja kjo është pyetja që bëhet sot. Ne qartë, duket që është punë e vështirë. Në ardhi një pyetje, dosja 5D pati edhe një vendim të gjykatës apelit në arrest shtëpie shkoi dhe Margjelin Qado, i shkreu IMT-s së Bashkisë së Tiranës. Në tërësinë e vet, po ta shohim këtë dosje, për qenë dhe korrekt me audiencën, është një dosje e cila sigurisht pati një pompim të madh në media për shkak të strukturës se si ishte ndërtuar kompania 5D, pra drejtorët lidhur me Bashkinë e Tiranës, pati akuzat ngritura ndaj le të themi disa personazheve, ndërsa sot kanë përshtypjen nuk ka ngelur më njëri i arrestuar. Flasin në burg. Përveç Erion Veliaj. Erion Veliaj është fare në këtë dosje i akuzuar zyrtarisht, prandaj thash unë që zyrtarisht nuk është, por tani çdo të thotë kjo, do të thotë që ka një gjykatë e cila vërtet gjykon që akuzat mund të kenë ngritur pak më të ashpra se ç'duhet, ka një gjykatë, pra gjykata e posaçme vlerëson, apo ka një gjë tjetër këtu që ty të shkon mendja ku nuk të shkon mendja? Unë besoj në një gjë, Andi. Po? Unë besoj që nuk duhet parë çdo gjë në mënyrë absolutizëm total kur flasim për Spakun edhe për GKK-n. Unë besoj domethënë dhe ca kanë besim jetë të drejtë këtu që GKK-ja ka gjyqtar sot me integritet të jashtëzakonshëm. Gjyqtar vërtet të mirë.
duke filluar po tu është ti që nga drejtësuesi Erion Bani me gjithë tjerët. Nuk e ndaj të njëjtën gjë kur vjen puna tek Irena Gjoka. Sepse ajo pjesë aty, asaj trupe është. Por kjo duhet domethënë për mendimin tim mos ishte fare gjyqtare, po ky tjetër e sa. E njëjta gjë edhe kur vjen puna te Spaku. Aty ka prokuror që u njoft trimërinë, u njoft profesionalizmin edhe për faktin se ka mbaruar me ata, pra i njoft goxha mirë, ashtu si kundër ka dhe të tjerë të cilët bëjnë, jo vetëm që nuk janë profesionistë, po as prokuror nuk duhet ishin një më në Spak. Thënë këtë, për të dalë tek ajo pyetja jote, kjo do të thotë domethënë që çështja 5D nisi me buj dhe buja u bë më së shumti nga media, me të drejtë po them unë, shumë me të drejtë, por në vetvete nuk ishte brum juridik. Pra dosja nuk ishte e kopsitur në juridikisht në ashtu si kundër do duhej. Me qëllim apo për shkak të paftësive? Me qëllim apo për shkak të paftësive apo nuk gjendeshin prova, për çfarë qëllimi nuk ishte kopsitur mirë? Nuk e di ta them a ishte e qëllimshme, as janë gjetur prova, po unë di të them domethënë që të paktën në kohën kur Spaku drejtoheshe nga Arben Kraja dhe nga Altin Dumani, uroj të më përgjigjëstroj Klodian Braho, vazhdoi akoma me një lloj tipologjie, ta kam thënë dhe më përpara, si në kohën e Arianit Çelës. Të plas brenda, pastaj filloi të bëj letrat. Dhe pastaj kur nuk arrin të bësh letrat, je i detyruar domethënë që gjykata të ulin le të themi masat e dënimit apo vepra penale apo kualifikimin e veprave penale. Është fakt i njohur tashmë që pothuajse të gjitha ato masa ndëshkuese me bujë të madhe që bëri Spaku në kohën e Altin Dumanit ndaj personazheve të Bashkisë Tiranë, hiq këtu Erion Veliajn, të gjitha ato masa kanë përfunduar në hiçgjë ose në masa shumë të ledhatuese. Si ndaj këtyre që i konsideroheshin 5D, dhe ndaj atyre të cilët ishin përtej 5D-s. Po ti shikosh, nuk ka as edhe kush, asnjëri më u dënuar me punë vullnetare në komunitet Muhandi. Turpi madh, dhe kjo erdhi sepse në bazë të kërkesës që bëri Spaku, nuk e se i fali gjykata, se duhet bëjnë dallimin midis njërës dhe tjetrës. Okay. Pra unë këtu shikoj më së shumti një punë të keqe të Spakut, se sa një ledhatim juridik të GKK-s. Sepse po t'jetë e kundërta, ta shpjegoj, në momentin kur Spaku e qep dosjen më së miri, GKK-ja nuk mundet domethënë që ta ledhatoj palën pastaj aty, sepse ndryshe pastaj do thosha me veten time, pas kanë vetëm me mua vlla, ku shkoj aty dhe morrozoj gjitha kërkesat që i bëj. Një qartë. Faleminderit Nart. Avokat, si shikoni? Shiko, unë kam thënë shumë herë, madje kam mbajtur edhe qëndrime shumë herë për këtë gjë, edhe jam anatemuar nga kolegë që kam thënë, po më në fund dhe Zoti Karaj është i bindur që Altin Dumani apo Zoti Kraja gjithë punonin më tepër me anën emocionale se sa me anën e provave, pra punonin me një perceptimin popullor dhe materializonin akuza. Nëse në ardhi këtë mendim ka pasur dhe shumë mirë që është, unë kam thënë që nuk ka nevojë masa e arrestit, nuk është e nevojshme masa e arrestit, sa është e nevojshme plotësimi i dosjes me prova dhe me fakte. Këta kanë nxituar gjithkohë dhe vazhdojnë të nxitojnë, është një metodë shumë e gabuar që duhet të arrestojnë patjetër. Okej, kuptoj që duan statistika, duan atë, duan këtë, por problemi qëndron që në fund fare, kur ti shkon në gjykat, të shfryhet dosja dhe ti dështon, dhe ti pastaj do merresh me prokurorin me gjyqtarin që të filloj të japi një dënim që ti mos të dalësh fiasko fare tek ajo çështje. Prandaj që duhet pasur shumë kujdes, po kur them shumë kujdes, kur marrin masa arresti. Sepse për momentin do kënaqësh opinionin publik, do kënaqësh epshet e popullit jakobin edhe ndonjë Robespieri që tërheq ata, por problemi është që ti pastaj kur përballesh në gjykat, do të shfryhet dosja dhe do diskreditohesh si po diskreditohen aktualisht vëlla. Kjo është çështja. Sepse nuk është normale që ti të bësh me buju arrestimet dhe pastaj në fund fare, kur do të ndërtosh impjantin akuzator, ti nuk lidh dot më provat. Ose lidh provat dhe që s'kan asnjë lidhje njëra me tjetrën. Prandaj më ka rënë goja duke thënë, mos u merrni me masat e arrestit, lini masat.
I lini masat, merruni me akte, me provat. Në qoftë se kur i keni mbledhur dhe shikoni rrezikshmëri kështu e radhë, atëherë vendosi një mas. Por jo direkt merret çon në burg. Merren në burg, kënaqu edhe ja bëjnë tani se këta prokurorë dhe sponsorizojnë edhe portale, 80% thoshte një portal do Altin Dumanin. Po çfarë do 80% Altin Dumanin? Se Altini ishte. Për të drejtuar. Po çfarë ishte? Dakor, drejtoi qeverinë edhe. Po edhe çfarë është Altin Dumani drejtoi qeverinë teknike, çfarë është? E provuan shok të Altin Dumanit në Itali, Di Pietro me shok. E provuan para. E dështuan në politikë. Kjo është thelbi i gjës. Dhe prandaj them që më mirë ta lëm këtë gjë, mos të bëjmë sondazhe koti që shqiptarët 80% duan spakun e historia të kësaj natyre, se unë nuk e di, mua besoj se ka pyetur as juve as avokatin, nëse kemi çfarë mendimi kemi për atë strukturë. Kaq sa ka pyetur njëri. Tani këto sponsorizimet në media e këto i bëjnë për të fryrë dhe për të justifikuar dështimet e tyre. Se unë besoj se Gratteri në Itali nuk ka nevojë të bëjë në media. Madje mediat e sulmojnë. Po ai punon, e vërteton me prova, me fakte. Dhe ka shembull më të mirë se s'ka asgjë të keqe. Që ti marr shembull prokuror të cilët vinë nga kjo rrugë. Ke antimafia në italian e prokuror, mund të diskutosh, mund të flasësh me ta se s'është asnjë qenë i madh. I takoj ri një javë me ta. Thoj, "Ore, si bëhet kjo gjë? Juve keni eksperiencën e dur për krimin, për korrupsionin, s'shturp mor. Të marrësh eksperiencë, s'është turp. Se gjithë flasim, gjithë komunikojnë, kemi miq, shok, avokat dhe jashtë, diskutojnë për çështje të caktuara, se s'është turp të kërkosh të pyesësh. Turp është të kesh ignorant. Dhe këta duhet të kuptojnë që nuk janë në qendër të vëmendjes dhe i kanë çuar aty për të luftuar krimin dhe korrupsionin dhe jo për të marrë me tokat. E ka Artur Sheu tokën apo se ka tin? Nuk e ka çuar njeri aty, e ka kujtimi tokën, ja ka 10 kushuririt apo ja hodhi kushuririt ose ja hodhi kushuririt. Duhet të merren me krimin e korrupsionit sepse nga viti 2019 që është krijuar një strukturë, deri sot korrupsioni është rritur, nuk është ulur. Se kjo është statistika më e mirë. Është rritur apo shul korrupsioni? Kjo është shtuar apo është paksuar? Ne i qartë. Kjo është standardi. Faleminderit Sakarni. Nard, përpara se ne ta mbyllim së bashku, pyetjen e fundit e kam për aeroportin e Vlorës. Tani çfarë po ndodh me historinë e aeroportit të Vlorës për plasjet mes dy aksionerëve? Kam vijuar me të digj nga ana e qeverisë u dha pak më herë se 2 javë, një afat 1 mujor, pra do të ketë ngel një javë pak, domethënë për t'i dhënë zgjidhje tani ç'po ndodh aty. Çështja është patatën e nxehtë qeveria e Edi Ramës, ajo të cilën për mendimin tim e krijoi, ju ka dhënë 2 palve, të cilët kanë kohë domethënë që përplasen, zoti Bexhet Pacolli dhe Alona Demit. Unë e shoh shumë të zorshme domethënë që kjo çështje të mbyllet kaq thjesht për shkak të mënyrës domethënë të dokumentacionit që palët kundërshtuese kanë me njëra tjetrën. Ka pasur shumë vendime gjykata, vendime që kanë rrëzuar vendimet e tjera, dhe te gjykata e lartë më së fundi në fillim ka qenë zoti Valona Demi, tani ka kaluar në përparësi zoti Bexhet Pacolli. Ajo që është shumë e rëndësishme është ambiguiteti dhe amulliteti i madh që ka qeveria shqiptare, e cila do duhet, duke qenë se është domethënë le të themi pala kryesore në lidhje me këtë investim të rëndësishëm në Shqipëri, do duhet domethënë t'i jepte drejtim. Drejtimi nuk ja dha dot sepse ka qenë pjesë e asaj vorbulle ignoranteske që bëri në vitin 2021-2022 kur lejoi që akoma pa u përfunduar vepra pala turke, në momentin kur pala turke, e cila nuk erdhi kurrë për të drejtë, po vetëm me letra erdhi në Shqipëri, ja fali aksionet e veta për hiç gjë për një 5.000 euro, 4.000 kusur euro Bexhet Pacolli dhe aty nisi pastaj historia, inatet personale midis Pacollit dhe Valona Demit. Jo kam unë përqindje më të madhe, jo ma ke dhënë ti mua, pra le të themi punë shqiptarë, si më thonë, ose më mirë punë kosovarësh në rastin konkret. Unë shpresoj shumë që qeveria shqiptare të ngrihet të paktën një herë të vetme në rastësinë e duhur dhe të vendosë një lloj vetoje paqëtuese midis atyre 2 investitorëve, sicili t'i japin hakun që meriton, sepse kemi të bëjmë me një vepër e cila tashmë është ndërtuar, do duhet të vihet në funksion dhe nuk do duhet të kanalizohet apo të bëhet një lloj sikur kemi sot aeroportin e Kuksit, i cili u inaugurua me pompozitet jashtëzakonshëm nga Belinda Balluku dhe Edi Rama, por që është fakt që prej 13 qershorit 2023 nuk ulet dhe nuk ngrihet as edhe një avion i çfarëdo lloji në atë aeroport. Ky është investimi
i qeverisë Edi Ramës, ashtu si kundër shumë investime. Atje ke parë besoj avokat që kanë vendosur panela. Kanë këtyre fotovoltaik. Po, në aeroportin e Kukësit. I shikoj. Për t'i dhënë energji aeroportit, funksionon më mirë, kanë kthyer fushën atje, kanë